tjetër polemik ka dalë në pah lidhur me tenderin për ndërtimin e portit të ri të Durrësit në Porto Romano, vetëm pak ditë pasi kompania greke e shpallur fituese u tërhoq në momentin e fundit, pikërisht kur pritej nënshkrimi i kontratës. Dyshohet se ndërhyrja e faktorëve ndërkombëtar, veçanërisht nga SBA, mund të ketë ndikuar në anulimin e procedurës në fazën përfundimtare. Edhe pse ndryshimi në drejtimin e Ministrisë së Infrastrukturës nuk solli lëvizje në linjën politike, zhvillimet e fundit sugjerojnë se arsye të tjera kanë qenë vendimtare. Ka indiqe se fondet e parashikuara për këtë projekt të rëndësishëm mund të kenë pasur burime të paqarta, ndoshta edhe me origjinë ruse. Sipas burimeve pranë autoritetit portual të Durrësit, kompania Archirodon Construction nuk ka depozituar garancinë për rreth 8 milion eurosh, siç kërkohej. Nëse kjo konfirmohet, zyrtarët përgjegjës mund të përballen me pasoja ligjore në kuadër të hetimeve të SPAK-ut. Fillimisht, tenderi kishte një vlerë prej 400 milion eurosh dhe kishte tërhequr kompani të mëdha ndërkombëtare, por më pas shumica u skualifikuan, duke lënë në garë vetëm kompaninë greke. Ndërkohë, projekti ka shkaktuar kosto të konsiderueshme për shtetin shqiptar, përfshirë miliona euro për projektim, konsulencë dhe shpronësime, pa arritur ende në fazën e ndërtimit.